Jemi këtu në manastirin e Zvërnecit. Është një ditë paksa e veçantë, mund ta themi, sepse në kuadër të turit të ambasadorëve, në fakt është një aktivitet që ka vite tashmë që bëhet nga Ministria e Jashtme, ku gjithmonë zgjidhet një qytet apo një lokacion i Shqipërisë, kjo edhe për të promovuar, po edhe për të treguar pak nga historia e kujdoj qyteti. Dhe sot kemi fatin që kjo gjë të ndodhi në Vlorë, në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme, me Ministrin për Europën dhe Punëve të Jashtme, zotin Igli Asana, i cili në bashkëpunim me ne zgjodhi që këtë radhë gjithë grupi ambasadorëve që janë akredituar në Shqipëri, rezident dhe jo vetëm, të zgjidhin Vlorën për të vizituar. Ne jemi shumë të lumtur sepse kemi çfarë të ofrojmë, kemi çfarë të tregojmë dhe patjetër duke parë dhe gjithë atë zhvillim që po ndodh në qytetin tonë, është momenti i dur edhe për të promovuar gjithë ato vlera që unë përmenda pak më parë, duke filluar nga tradita, nga ushqimi, nga mënyra se si presim vizitorët në shtëpinë tonë. Do të jetë 2 ditë vizitë. E filluam këtu, do të jetë Muzeu i Pavarësisë që do të vizitohet, do shkojmë te Sheshi i Flamurit, do të ketë pastaj një aktivitet duke parë edhe vende të tjera që kanë karakter historik edhe arkeologjik, ndërkohë që është një agjendë e ngjeshur, po ashtu nesër do të shkojmë në Llogara, nëse koha do të na mbajë, do të premtoj, mund të bëjmë edhe një vizitë në Sazan dhe Karaburun nesër me anije. Pra është një aktivitet shumë i ngjeshur. Po e mira është që ne ti kemi sa më të shpeshta këto, dhe më vjen mirë që nëse janë bërë 5 apo 6 aktivitete të tilla gjatë promovimit të këtyre vlerave nëpërmjet Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, këtë radhë është zgjedhur Vlora dhe ndihem shumë